Shërbimi i zjarr fiks i Bashkisë Kukës është pajisur me 2 automite të reja, një investim që synon rritjen e kapaciteteve operacionale dhe përmirësimin e reagimit në situata emergjente. Drejtori i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, Bajram Nenada, e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës dhe rritjes së efikasitetit të shërbimit të zjarrfikës në territorin e bashkisë. Ashtu siç e kishim premtuar, falë mbështetjes së madhe të kryetarit të bashkisë dhe këmbgulës time, është bërë mundur që flotës tonë t'i bashkohen 2 automete zjarr fikse, një Forestrat 4x4 dhe një automet tjetër zjarr fiks, i cili do të shërbejë për nevojat për çdo rast emergjent për banorët e Kukësit. Duke qenë që ne nuk kemi akses rrugë nëpër male, është lind nevoja dhe kemi pasur arsyes të blejmë një Forestrat pick-up 4x4 në mënyrë që transporti i punonjësve nëpër zona të caktuara nëpër pyjet e Kukësit të shkojë sa më shpejt. Gjithashtu kemi marrë edhe një automet tjetër zjarr fiks, i cili ka kapacitet 2500 litra ujë, për të qenë sa më pranë qytetarëve në çdo rast nevoje. Ndër të tjera, Nenada bëri të ditur se investimet nuk do të ndalen me kaq. Sipasi flotës ekzistuese do t'i shtohen edhe automete të tjera në vijim, me qëllim përmbushjen sa më të mirë të nevojave të komunitetit. Brenda muajit që vjen do të marrim dhe një tjetër Forestrat pick-up 4x4, e cila do të shërbejë po ashtu për nevojat e banorëve, po ashtu po shikoj mundësinë që brenda vitit të pajisemi edhe me një zjarr fikse tjetër autoshkallë. Duke pasur arsyeshme që kohëve të fundit ndërtesat në territorin e Bashkisë Kukësit janë mbi 15 metra të larta, lind nevoja që detyrimisht të pajisemi edhe me një autoshkallë zjarr fikse. Aktualisht ne disponojmë 4 automjete zjarr fikse. Një automet zjarr fiks është në gatishmëri të plotë stacionin tunelit Kalimashit dhe 3 automete tjera kemi në stacionin e qendër në Kukës. Me autometet e reja, shërbimi i zjarr fikës i Bashkisë Kukës pritet ta ketë më të lehtë përballimin e sezonit veror, i cili shoqërohet me rritje të rasteve të zjarreve, sidomos në zona të thella dhe terrene të vështira malore.